bë aq keq shoqëria jon, sa që po kalote para dyqanit një gru, një zonjë, edhe kishe i qenë. Edhe qeni bëri nevojat e veta, më thënë trotuar, edhe zorri qese nga xhepi edhe e mlodhi. Më thënë, këto janë gjëra krejt normale. Por që kur shohim një vepër të mirë, ne na duket ose siç diskutuam përpara për një gocë që është tek lagja jon që jeton këtu, që kaloi pa ca plera mas supermarketit lagjës tu, edhe i mblodhi. Domethënë edhe shkoi hodhi që nuk janë as të vetat, jo, vetëm që mban përshtypje, nuk është pallati i saj, është pallati i saj është më përpara, edhe mblodhi plenat edhe na bëni përshtypje, domethënë. Gjërat normale edhe të drejta bëjnë përshtypje në shoqërinë ku jetojmë, bëjnë shumë përshtypje. Po janë krejt normale. Rreth parë herë mos i hidh, po s'po diskutojmë atë pjesë. Po se kemi diskutuar disa herë, po që përpiqemi që në çdo situatë nxjerrim më të mirën.